Shkrim nga Marin Medak. Në analet e luftës së Adheut, emri i generalit Rahim Ademi qëndron si sinonimi i profesionalizmit ushtarak, guximit të palëkundur dhe fitore strategjike që ndryshoi rrjedhën e historisë, ndërsa forcat agresore të udhëhequra nga kriminali i luftës Ratko Mladic në shtator të vitit 1991 planifikonin ta ndanin Kroacinë në dy pjesë. Përballë tyre doli një njeri që e shndërroi makinerinë luftarake të JNA-s në humbse. Kur Mladic u drejtua tek Shibeniku, qëllimi ishte i qartë: dalje në det, ndërprerje e magistrales Adriatik dhe izolimi i plot i Kroacisë Jugore. Shibeniku ishte çelësi i mbijetesës së Dalmacisë. Generali Ademi, atëherë me mjete të pakta, por me njohuri brillante të artillerisë, bëri të pamundurën. Organizoi marrjen e kazermave përfshirë atë në Rogoznic, duke siguruar armë të rënda aq të nevojshme. Brenda NATO-s formoi bateri artillerie dhe i vendosi në pika kyçe, duke befasuar plotësisht armikun. Në vend të rënies së qytetit, pësoi humbja e parë e madhe e Mladicit. Ademi arriti të thyej bllokadën e Shibenikut dhe ta shtyej armikun 25 kilometra më thellë në hinterland. Ademi nuk ishte general nga zyra, ai ishte general i vijës së parë. Rruga e tij luftarake është një përmbledhje e operacioneve më të rëndësishme të ushtrisë kroate. Operacioni Maslenica dhe xhepi i Medakut, aksione kyçe për çlirimin e territoreve të okupuara. Operacioni Vera 1995 dhe Stuhia, pjesëmarrës në majën e planifikuar dhe zbatimin strategjik për çlirimin e Adheut. Operacionet në Bosnjë-Hercegovinë, dimrin 94, Maestral, Potezi Jugor, një varg fitores që thyen boshtin e agresorit dhe çuan drejt përfundimit të luftës. Generali Ademi shpesh theksonte dallimin mes ushtarit dhe atyre që nuk e meritojnë atë emër. Për Mladicin, ka thënë drejt për drejt se nuk ishte fare ushtar, por një frikacak që guximin e tregonte vetëm ndaj civilëve të paramatosur në Shkabranj dhe Srebrenic. Në çdo sulm të tij ndaj Shibenikut, ja kam thyer dhëmbët, sa herë që përballej me një ushtri kroate të organizuar, Mladici tërhiqej, generali Rahim Ademi. Nga lindja në Kosovë deri te mbrojtja e Adriatikut kroat, rruga e Rahim Ademit është rruga e një vullnetari që e lidhi fatin e tij me lirinë e Kroacisë. Aftësia e tij për të qëndruar i qetë në momentet më të vështira, për ta përdorur artillerinë si një instrument mbrojtjeje me saktësi kirurgjikale, e rendit atë ndër strategët më të mëdhenj ushtarak të luftës së Adheut. Kroacia sot e kujton Ademin jo vetëm si komandant, por si një njeri, një nga ata heronj që shpëtuan Dalmacin kur kjo dukej pothuajse e pamundur.